4 anëtar të një familje shqiptare humbën jetën mbrëmjen e së mërkurës në Porcari në provincën e Lucas në Itali për shkak të një rrjedhjeje monoksidi i karboni që dyshohet të ketë ardhur nga keq funksionimi i sistemit të grojes në shtëpinë e tyre në rrugën Galgani. Corriere della Sera raporton se viktimat janë babai 48 vjeçar Arti Kola, nëna Jonida 43 vjeçe, djali i quajtur Hajdar 22 vjeç, si dhe vajza më e vogël Jessica vetëm 15 vjeç. Një person i 5, vëllai i kryefamiljarit, arriti të shpëtonte por ndodhet në një gjendje kritike. Edhe 2 karabinierë, të cilët shkuan për dhënë ndihmën e parë, pësuan helmim të lehtë por nuk rrezikojnë jetën. Tragjedia ndodhi rreth orëve të mbrëmjes së të mërkurës. Vëllai i kryefamiljarit lajmëroi karabinierët pasi nuk kishte arritur të kontaktonte me ta. Kur shkuan në banesën trikatëshe dhe trokitën pa marrë përgjigje, ata thyen derën dhe zbuluan 4 trupa pa jetë. Xhaxhai humbi ndjenjat për shkak të monoksidit të karbonit dhe u dërgua me urgjencë në spitalin e Cizanelos. Prokuroria ka urdhëruar sekuestrimin e shtëpisë. Bashkë me zjarrfiksit, karabinierët do të kontrollojnë nëse boljeri ishte instaluar dhe mirëmbajtur. Sipas rregullave ligjore, shtëpia e bler nga Arti Kola rreth 3 vite më parë dhe pjesërisht e restauruar nga vetë ai dhe disa miq, ishte vendbanimi i fundit i tragjedisë. Ngjarja u zbulua pasi familja nuk ju përgjigj telefonatave të një të afërmit të familjes. Vëllai pronarit të shtëpisë shkoi për të kontrolluar dhe duke kuptuar tragjedinë, njoftoi autoritetet. Në vend ngjarje u dërguan zjarrfiksit, karabinierët dhe shërbimet e emergjencës. Fatkeqësisht kur arritën, të 4 anëtarët e familjes ishin tashmë të vdekur. 3 ushtarë të armatës, të cilët u përpoqën të shpëtonin familjen Kola, u intoksikuan lehtë dhe ushtruan për kontrolle mjekësore, por gjendja e tyre është e stabilizuar. Edhe një i afërmi i familjes, i cili ishte i pari që shkoi në Vil, u dërgua në spital. Kryetari i bashkisë Leonardo Fornaciari shpreu ngushëllimet e tij. Dhimbje e madhe, nuk ka fjalë për të shprehur atë që po ndjejmë në këtë moment. Duhet vetëm të mbështesim familjarët e tjerë. Monoksidi i karbonit është jashtëzakonisht i rrezikshëm dhe mund shkaktojë dhimbje koke, marramendje, konfuzion, humbje të vetdijes dhe vdekje, sidomos kur viktimat janë duke fjetur, gjë që e bën të vështirë zbulimin e rrezikut në kohë. Hetimet për të përcaktuar shkakun e saktë të ngjarjes do të vazhdojnë në ditët në vijim.